ndryshe në Top Albania Radio. Yes. Jemi rikthyer, kështu që me që ti e mbyllë, po nisë unë një falënderim shkon për Estrella Galician dhe Premium Distribution me këtë birë se thash me këtë birë fantastike. Unë do t'i kërkoja Estrella Galicias na sillte ca kështu ti kishim edhe në shtëpi. Ai djali ardhi më tha që do sjell ca me alkol, po ti keni për makinë, ti mbanin makinë. Makinë, apo jo. Jo makinë, ke frigoriferi i lagjes. Po ç'është kjo më makinë? Ke i asoj që ti pim. Në shtëpi more darka dhe veranda, ty e pin me. Faleminderit Estrella Galicia, faleminderit Premium Distribution. Gëzuar, mirë se na erdhe. Gëzuar. Dol nga undët? Qa mendove? Jo, do t'i thoja Loridanës pi, fresko pak se të pret kjo intervista jonë e famshme. Kemi ardhur në momentin ku do bëhet studio do bëhet pak erotike. Po. Ti ki unë t'ju vetëm apo? Jo, po të fikim dhe drita Do pendohem unë për të gjë. Nuk do pendohesh asnjëherë se do kënaqemi. Mendoj që më shumë afër profesionit tënd është fotomodelja. Okej. Prandaj kemi vendosur që në vend të fjalës seks, do vëmë fjalën fotomodele. Kupton, e di ti, e ke parë si emision, si rubrika apo jo? E kam parë si ti nuk ta ndej çfarë. Ku edhe të duash të zhmangësh. Okej. Atëre. Jeti Loredana. Pastaj më fal, tendoj këtë, si dëgjon fjalën seks gjithmonë e shikon video. Është një fjalë që e klikojnë njerëzit e kanë. Jeti Loredan një supermodele? Jam. Je super modele. Si bie tani kështu? Super seksi. Okay, po, normal. Po pastaj mos e. Okej, fjala seks mbaroi. Po duhet ta ndihmoj pak këtë. Vazhdojmë. Ke dëshirë ti po kur të thrasin rrugë ku je o supermodele, ku nga ato që majnë një bryr për jashtë kështu. Jo. Nuk e qef thrasin, a? Çfarë lezeti shikojnë njerëzit e kjo gjë, sinqerisht. Po ti do t'i them ndonjëherë atij që bën. Ti mendon se do futë makinën tënde me këtë që bën. Po vetë është kompliment, ka kompliment. Darallak. Pse ta kanë bër, ka ndodhur? Po ndodh më ndonjëherë, kur jam këtu afër shtëpisë, darling tau. Në jetën tënde ke një kalendar për modelingun? Me ditë, me orë që i bukon në gjithë. Jo, kur më vjen të modeloj. Nuk e kështu planifikime, nuk bën planifikime modelimi. Planifikim familjar. Është me të ndjerë ajo. Ti si modele, Loredan, si e fut veten ekspresive? Elegante? Domethënë, do të parë kur shikon foton. Dhe rënqes. Kur shikon foton? Po pse shikon foton? Po pse vetëm të pamë mund ta përcaktoj këtë? Për atë momente. Çfarë mendon ti për veten? Nuk e shikon veten dot, e ke parasysh. Jo, ti çfarë mendon për veten? Ku futesh ke? Kur bën ato fotot? Kur futesh ti? Tek ekspresivet. Ekspresivet. Nxefesh edhe duke bërë foto? Edhe vërtet? Më ndjerë. E sa lodhem. Lagesh? Lodhem. Lodhem, se lagesh. Ujë ndjerës. Njova ujë ndjerës. Tani po ujë ndjerës. Je lagur. Je lagur. Të pëlqen të bësh foto? Ma do më ishim mbi emrin. Të pëlqen të bësh fotomodelimi nudo apo me rroba? Ke bërë? Që ndjem më seksi është nudo. Nudo, më seksi. Sa i rëndësishëm është fotografi gjatë punës si modele? Ai e ka ndorë gjithë. Ai e ka ndorë gjitha. Jo ka ndorë gjithë, po bën ai që bëj unë, e ke parasysh? Ty zakonisht të drejt. Ti ai apasionuar me fotografinë që ti jam dhe unë. Ti ke fantazi të bësh vetë pozicion apo domethënë kur si do bësh fotot apo ai të gjithmonë ai të drejton gjithmonë? Jo, unë drejtoj. Ti drejton. Pra i thua u ndori kështu, do më kapësh, do më prekësh kështu. E di si dal mirë. Si del mirë ti? Ke një Si del mi motor? Kush pozicioni që ti del më mirë në foto? Kështu nga këto. Jo, pozicioni që del më mirë në foto është kështu. Hajde, na fotografojmë çik. Kur bësh kimi seksi nga kamera një herë. Je lutur dikujt, aman do të fotografosh? Jo. Asnjëherë. Ua. Është pasarela vendi ku ti kënaqesh më shumë kur bën foto, kur bën modeling apo ty të pëlqen studiot? Po dhe në vend të hapura. Në vend të hapura. Kto që bën në përsheshe, në kështu, ha? Wow. Çfarë nga që?
Çfarë duhet më shumë? Lezeti është në studio, më thënë. Në studio më shumë. Çfarë duhet më shumë një modele që të jetë e pëlqyer nga fansat? Gjoksi, viset, qaf apo buzët? Qa shihojnë më shumë, më thënë, kur shikojnë një foton tënde? Fotografët, por të gjithë kanë ato gustet e vet, apo jo Salsano? Ka ato guste po. Do të pyesë mua çka guste ka unë. Ka kush shikon qafën, ka kush shikon kërcirin. Gjë tjetër, po gishtat e këmbës, kështu gjëra. Kur bën foto model. Do të jesh ti që ta japësh. Kur bën unë do ta qep bogojën, do të presa më parë në intervistë. Jo, përkundër. Kur bën foto ti modelingu, i thua fotografit s'pëlqeu kjo do bëjmë tjetër, një set tjetër. Bën 2-3 sete për herë, domethënë. Do të them diçka po jo. A thuaj. Po. Ta më lëre se e vive. Kjo më gjeu, kjo meriton një gëzua. Të lakim që fitës në uka. Që ke këto foto, i këse e bëj vetë. Do ti qa bëj? Cheers. Fotograf koti, bje aparati këtu. Po kur solli ty këtu ka mua që qa? Ti bën foto çdo ditë për modeling? Apo? Jo, nuk bën çdo ditë. Kur ke mundësi do. Dhe është e mërzitur për këtë. Lori fokus. Fotografin e ndron shpesh apo zakonisht ke një kështu? Jo, ja marr fundin atij. E shtrydh mirë atë, pastaj ashtu, ëh? Okej. Po. E vlerëson ti fotografin nga aparati apo nga mënyra se si bën fotot? Të dyja. Të dyja kanë vlerë. Shkojnë bashkë ata. Shkojnë bashkë. Edhe aparat cilësor edhe gjitha po. Kush janë më të mirë për foto, meshkujt apo femrat me fotografe? Meshkujt e kanë syrin. Femrat ke pasur eksperiencë? Jo, femra shumë të mira. Ke pasur eksperiencë me fotografe femra? Jo, s'kam patur, po me dëgjuar e kam. Kur shef veten tënde ose kur shef të popularitetin që keti nga fotot që bën, ke thënë që Lor, ti deri në fund jetës do bësh modelen. Po. Ishte Jozi fotografi mirë, di në bënë foto Jozi? Do përgjigjesh. Si gjë, do pyetoj shoqja. Do pyetësh shoqja? Nuk flet fare. Nuk flas. Po vimi se keni bërë gjithë ato foto bashkë, edhe kur fillonin Prime-et kishe gjithë ato foto. Ato po. Po. A ditë bëj foto me celular me kështu gjërash? Se kam parë. Se ke parë ndonjëherë. O po ke. Kur ke planifikimin për të bërë atë kalendarin e radhës? Në fund vitit. Në fund vitit, ë, si gjithmonë. Tani kur të vi, kur të më ofrohet. Nga stinët kush pëlqen më shumë për të bërë foto që del më mirë që Vjeshta? Edhe nëse që jemi kështu dhe tani më bukur, e ke parasysh në verë, mund të them. Në verë, bikini me topless për shembull. Vjeshtën e them sepse nuk është as shumë bab dhe nuk është as shumë pa, me tot. E ke parasysh nuk dërsit shumë. Nuk dërsit shumë, po. Skeptos mërdhin. Ke bërë foto në shi ndonjëherë? Sa romantike kjo. Nuk duket se jo, s'ka ndodhur. Do të në shi. Kush ka qenë fotoja që ka shënuar në jetën tënde që s'ke për të haruar kurrë atë vendin ku ke bërë foton? Edhe fotografin i cili nuk ekziston më, domethënë që Çe e kupton. Vendi thot, më i bukur që ke. Po një vend i veçantë që ka mbetur në mendje. Jo, jam klasike. Je klasike? Nuk e vende kështu. Studio, vetëm studio bën. Nuk është se. Okej. Mbarua? Fotografi më i mirë në jetën tënde, mund ta thuash emër? Mbaroj këtë. Jo, fotografi më i mirë kush është? Fotografi më i mirë është, s'jam mbaj mend emrin, po është. Është. Ka qenë vetëm një set fotografik apo? Jo, s'ka një set fotografike. Unë tash do bëjmë albumin. Nuk s'ka. Zonja dhe zotri, kjo ishte Loredana Brati. Jo, kam të pyetje fundin, kur do bëjmë foto të tre? Të vot frikën. Në fund, tash për
fund të emisionit. Jo, në fund. Foto që bëj për fund që mbaroi emisionin, mbaroi ka. Mbaroi. Ke YouTube-ja, atë YouTube-s. Ke YouTube-ja. Ishte fantastike. Nuk e di. Na knaqe për zotin. Uroj që vera jote të jetë e nxehtë, me shumë foto, me të reja, me suksese, me shumë lek, me bukuroshëra. Edhe me meshkuj që të vinë nga mbrapa dhe asnjëhet mos ia jep mundsinë që të rri me ty. Valli mbaron fjalin. Sa mirë që e mbarove fjalin. Vera ka plane, ka projekte, ka të ndryshme. Jam plot ide, por projekti akoma s'është. Mirë, zemër. Të uroj që të realizohen të gjitha. Faleminderit. Je e bukur shumë. Do doje të luaj në një film aktore? Unë luajta. Isha tek filmi Luis me Karen, ishte një eksperiencë shumë e bukur. Ka dhe Salsana një film tani në dorë, kështu që mund të Bjordi më bëri shumë komplimente, me thënë drejtën. Me vërtetë? Për aktorimin tim, po. Shumë bukur. Edhe kënaqja shumë me gjithë castin aty. Salsana merr gocën te filmi. Atëre është një rol që mund ta bëj. Po, do të stojmë dhe lekët edhe. Patjetër. Mirë, i kemi ardhur në fund. Jemi në fund. Na knaqi Lori, tani do ikim gjithë pimë në një gotë. Do pimë një birra me alkool. Faleminderit që ishit me ne, jemi të dëgjojmë javën tjetër. Faleminderit Lori. Faleminderit juve, ishit fantastik.